Kush ka thonë e kalli këtë Gjakoven? Po, ka thonë që Shukon? Hasan Efendia. Efendia, çka ka thonë? Ka ndosh në mshel gjimnazin. Ka ndosh në mshel gjimnazin, në atë vakt, Gjakov. Kush ka ndosh në mshel? Kush ka ndosh në mshel? Rankovici me... Rankovici. Hoxhës i kanë thonë për të hapur medrese. Hoxhës i kanë thonë Rankovici, msheli u shkollën, Utbashte, Rankovici sonë, po. Po, të Utbashte. I kanë thonë që Gjakov për mshelim këtonë për të hapur një medrese. Hoxhës. E hoxha marak në medrese. Po. Hasan Efendia, kur hin aty në ledhje, mushët solla, duhet me mshel, ta po thojnë, duhet me mshel gjimnazin. Hoxha, hajde hoxh, te të dhëna dishka. Hajde thot, ko që keni vendus, me koll Gjakoven, i shalut që ta njerës që tu, që ka janë, me dal me rrethu gjimnazi, mos mu koll gjimnazi. Dhe të kallet Gjakova, gjimnazi jo. Se gjimnazi jam marrë në pet. Ti janë mik, ti je... Hasan Efenis. Hasan Efenis. Ti e ke diplomen të shkru me pejmretit Faruk në Egypt. Aha. A është tanë mik i Jugoslavis. Po. Edhe fillojnë me i vërtit hoxhës, se hoxha i sakaton me këtë fjallë. Ko që dëni me kollë Gjakoven, dole me mbrojmë gjimnazin, gjimnazi e marrë në pet.